150 mjek për mbi 220.000 banor. Kjo është sfida me të cilën përballen çdo ditë punonjësit shëndetësor të komunës së Prishtinës. Numri i vogël i mjekëve po krijon vështirësi në ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Valdat Hashani, tregon se gjatë vitit të kaluar 2 orë detyruan të anulojnë konkursin për mjek të rinj. Po për shkak të rrethonave të caktuara vjet me që kishim edhe zgjedhjet lokale dhe ato qendrore, për shkak të angazhimeve të shumta edhe u shtyn këto zgjedhja e konkursit, me që gjithmonë proceset politike po i prolongojnë në një farë mënyrë edhe konkurset. Hashani ka pritshmëri që së shpejti do ta rihapin konkursin. Besoj edhe shpresoj që me këtë numër ose këtë konkurs të fundit që do ta kemi, do ta zbutim sadopak problemin e stafit. Me që Prishtina, ashtu siç e dini, përpos që ofron shërbim për banorët e vet, në të gjitha 33 njësitë që i kemi, domthonë 1 QKMF, 17 QMF dhe 16 AMF në nivelet të fshatrave ose punktet që quhen. Sipas monitoruesit të sistemit të shëndetësisë të dyja nivelet, edhe ai qendror edhe lokal, duhet të përkujdesen më shumë për mungesën e stafit mjekësor. Konsideroj që komunat, por edhe niveli qendror do duhet që të kishin më shumë përgjegjësi që të rrisin numrat për punësimin e mjekëve, të rrisin buxhetin po ashtu dhe të krijojnë infrastrukturën e duhur në mënyrë që të mos ketë mungesë të mjekëve edhe nëpër zonat rurale ku kemi pasur se përveç se ka ndodhur me u shkurtu orari për shkak mungesës mjekëve, po ashtu edhe janë mbyll qendrat e mjekësisë familjare ose ambulanta. Ditë më parë, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Ferizaj bëri të ditur se për shkak të mungesës së stafit janë detyruar që të mbyllin disa shërbime mjekësore.